Mirëmëngjesi, shikues të nderuar, ju përshëndes dhe mirë se vini në koha për të zgjuar. Do të jemi së bashku, fillimisht për të njohur me lajmet më të rëndësishme nga webet më të klikuara në vend, e më pas do të jemi në hapësirën e telefonatave, ashtu si çdo të diel, të gjithë hapësirën në dispozicion ne kemi dedikuar për telefonatat për të patur sa më shumë mundësi për të diskutuar dhe ndarë mendimet së bashku. Nisim pa humbur kohë me balkanue.com për të parë se cilat janë titujt kryesor në këtë media. Daud Gura strehoi për disa kohë 7 partizan që kishin ngrirë, por pas 1944 familja e tij u masakrua 2 djemtja burgosën për atentat ndaj Hrushovit. Historia e trisht e fisit nga Librazhdi. Marrja e Ballukut në hetim nga SPAK e egzaltoi Partinë Socialiste. Saliani, qeveria s'mund të qëndrojë më, Rama të dorëhiqet dhe të shkohet në zgjedhje. Balluku është person në hetim e ka marrë fletëthirjen. Gazetarja zbulon çfarë do të ndodhë të hënën në SPAK. Nëse shkon prokurorët, mos u afro se të mbys, publikohet video e plot e incidentit të deputetit të LDK-s me qytetarin. Ultimatumi i ri i Trumpit për Hamasin, keni 48 orë kohë për të dorëzuar trupat e pengjeve. Papa Leoni pret i peshkvin Vitali Krivitsk t'i jepet fund të merit të luftës në Ukrainë. Vartësit e Ballukut ose në hetim ose në pranga ose të pandehur. Lala, si e kuptova që hetimet po shkonin drejt saj, SPAK të bëj transparencë. Trump para udhëtimit në Malajzi, asnjë takim me Putin pa pasur siguri për një marrëveshje paqeje. Duhet një shkundje e të gjithë shoqërisë. Saliani bën thirrje për protesta, opozita të vras frikën dhe të nisë përballjen me Ramën. Kandidatja e pavarur Catherine Colney fiton zgjedhjet presidenciale në Irland. Lituania mbyll përsëri aeroportin e Vilnusit për shkak të dronëve në hapësirën ajrore. Nga të vjedhim bukur tek të vjedhim si Bela, Balliu, raporti Odir pasqyre sistemit të Belinda Ballukut. Zgjedhjet lokale në Kosovë, KQZ shpall mandatet përfundimtare në 35 komuna, Radoniqi ankesat ende në shqyrtim. A do të kandidoni për kryetar? Ervin Saliani, qëllimi është të rrëzojmë Ramën, jo Berishën, lideri i opozitës mbetet simbol në Partinë Demokratike. Video, aksidenti trefisht në kryqëzimin e Gjadrit, 5 të plagosur të lënduarit transportohen në spital. Të dielën pritet formimi i qeverisë së Kosovës, nëse dështon votimi në kuvend, nuk përjashtohet mundësia e zgjedhjeve të reja. Durrës, 30 vjeçari humb kontrollin e mjetit dhe merr para 2 këmbësorët të plagosurit dërgohen në spital. Rama, marrëdhënie shumë miqësore me Kurtin, por dallime në këndvështrime. Video, tokë për paqe, Ditmir Bushati dhe Eduard Djerjan, perspektiva amerikane dhe armëpushimi në Gaza dhe të ardhmen e lindjes së mesme. Miku im i gjatë, gjurmë do të jetë në Brekushet apo Barsaletat. Bujar Kapexhiu zbulon poezinë për Ramën, ja politikanët që u mbetet hatri nga satira.
Ishin këto titujt kryesor të Balkan Web, sigurisht që ju e gjeni duke klikuar në balkanweb.com ose duke shkarkuar aplikacionin në të gjithë llojet e telefonave si iOS ashtu edhe Android për të qenë të informuar në çdo kohë. Ndalemi tani në një tjetër media të rëndësishme online, në versionin online të gazetës Panorama. Gazeta Panorama vjen me parashikimin e horoskopit për datën 26 tetor, çfarë kanë rezervuar yjet për ju sot. Video, Vardi e bën sefte në Serina, Atalanta e Gjimshitit ka harruar si fitohet. Trump kërkon ndihmën e Kinës dhe Xi Jinping për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, ka ndikim mbi Putin. Kam dinjitet, nuk do të ankohem kur si trajner. Kivu po luftoj vetëm për të gjeni të plot në gazetën Panorama. Ultimatumi i ri Trumpit për Hamasin, keni 48 orë kohë për të dorëzuar trupat e pengjeve. Nga sherri me Lautaro Martinez te thumbat për Marotën dhe Kivun, Antonio Conte nuk përmbahet pas triumfit ndaj Interit. Trump takohet me emirin e Katarit në Doha gjatë ndalesës me Air Force One. Keni një lindje të mesme të sigurt. Nuk do të humbas kohë me Putin. Trump takimi i ri vetëm nëse ka një marrëveshje për Ukrainën. Trump do t'i vrasim trafikantët, SBA shtojnë sulmet ushtarake kundër karteleve në Amerikën Latine. Jo socializmit, koha për lidership të vërtet, shqiptarët mbështesin republikanin Curtis Silva për kryebashkiak të New Yorkut ta marrim sërish qytetin tonë. Amorim gjem formulën e duhur, United fluturon drejt 4-she së parë pas spektaklit ndaj Brighton. Balluku, simboli korrupsionit të institucionalizuar, bëri presion dhe shantazh në zgjedhje. Klevis Balliu, nga të vjedhim më bukur te të vjedhim si Bela. Rubio po përgatitet rezoluta e OKB-s për dërgimin e një force shumë komshe në Gaza. Kryeministra e re e Japonisë bisedon në telefon me Trump, do ta çojë aleancën me SBA-s dhe Japonisë në nivele të mira. Rikthehet Napoli frikshëm, skuadra e Contes kthen me këmbë në tokë Interin dhe i merr kreun Milanit. Aksidenti trefish në kryqëzimin e Gjadrit, 5 persona të lënduar. Aksidenti rënd në Durrës, automjeti përplas 2 këmbësor dërgohen me urgjencë në spital. Pakistani paralajmëron për luftë të hapur me Afganistanin nëse bisedimet dështojnë. Miku imi gjatë nga karikatura në poezi, Bujar Kapexhiu satirizon Ramën me vargje. Ishin këto titujt kryesor edhe të gazetës Panorama në versionin e saj online, por sigurisht çdo ditë ju mund ta gjeni edhe në versionin print edhe në versionin online gazetën Panorama për të informuar mbi zhvillimet më të fundit dhe për të lexuar analiza dhe opinione të zgjeruara. Do të shohim tani një tjetër gazetë të rëndësishme online, shohim versionin shqiptar të versionin online të gazetës shqiptare. Gazeta shqiptare vjen me kryeartikullin Mjaft më Rigonina shpërthen BP Marota, lojtarët ishin të tensionuar, ajo penallti krijoi nervozizëm. Trump nuk do të humbas kohë me Putin, takimi i ri vetëm nëse ka një marrëveshje për Ukrainën. SBA shtojnë sulmet ushtarake kundër karteleve në Amerikën Latine, Trump do t'i vrasim trafikantët. Jo socializmit, koha për lidership të vërtet, shqiptarët mbështesin
republikanin Curtis Silva për kryebashkiak të New Yorkut të marrim sërish qytetin tonë. Balluku si simbol i korrupsionit institucionalizuar bëri presion dhe shantazh në zgjedhje. Klevis Balliu, nga të vjedhim më bukur te të vjedhim si Bela. Kryeministria e re e Japonisë bisedon me Trump. Aleancën SBA-Japoni do ta çojmë në nivele më të larta. Aksidenti trefisht në kryqëzimin e Gjadrit, 5 persona të lënduar. Aksident në Durrës, automjeti i përplas 2 këmbësor dërgohen me urgjencë në spital. Pakistani paralajmëron për luftë të hapur me Afganistanin nëse dështojnë bisedimet e Stambollit. Miku im i gjatë nga karikatura në poezi, Bujar Kapexhiu satirizon Ramën me vargje. Tokë për paqe, Ditmir Bushati dhe Eduard Deiran, perspektiva amerikane për armëpushim në Gaza dhe të ardhmen e lindjes së mesme. Loredana Brati mohon lidhjen me Don Gjonin, ndyshja ndan rrugët, fshin njëri tjetrin nga rrjetet sociale. Balluku në hetim nga SPAK, Saliani ka egzaltim në Partinë Socialiste të shkohet në zgjedhje. Dënimi im ishte vendimarrja e kryeministrit. Saliani, unë munda Ramën, nuk u dorëzova, ka marrë medalje nga betejë me një autokrat. Balluku është person i mirë rëndësishëm në qeveri, zëvendës kryeministria në hetim nga SPAK, Saliani, Rama duhet të dorëhiqet. Ishin këto dhe titujt kryesor në gazetën shqiptare, në versionin e saj online. Do të shohim tani titujt nga sporti në median sportive më të rëndësishme në vend, gazetën Panorama Sport, e cila vjen me lajme të përditësuara nga bota e sportit. Panorama Sport vjen me kryartikullin Video, Egnatia frenon përsëri me kryeqytetasit, Partizani ndal kampionët i gjymtuar dhe mbyll me 10 lojtarë. Video ndeshje e çmendur me 5 gola dhe karton të kuq, Teuta fundos flamurtarin dhe ngjitet në 4-she. Video, rikthehet Napoli i frikshëm, skuadra e Contes kthen me këmbë në tokë Interin dhe i merr kreun Milanit. Ekskluzive, tronditet volejbolli vajzave, lojtarja e Dinamos pezullohet për shkak të testit të gjinisë. Video nga gjella me patatet e momentimi i bukur në Kombëtare, intervista speciale e Armando Brojës. Kategoria e parë, po Gradeci dhe Laçi nuk ngopen duke tundur rrjetën, Kuksi ndalet përsëri, mësoni rezultatet dhe shihni të gjithë golat e ndeshjeve në këtë link në gazetën Panorama Sport. Goditje e dënimi spektakolare mes fushori i Kombëtares shënon golin e tij të parë në serin A, videon e gjeni në Panorama Sport. E pa drejt, Mita i flet pasi Conceição e ktheu në kampionat, futbollisti kombëtares gati për sfidën ndaj Ronaldos. Agenda e superiores, kampionati kthehet që të martën, java që mbyll fazën e parë dhuron edhe një derbi. Video në ndjekje të Harry Kane, sulmuesi shqiptar nuk di të ndalë së shënuari në Bundesliga. Eurogoli nga goditja e dënimit dhe nota e lartë me Don Berisha, trajneri më kërkon gjithmonë të gjeni të plot në Panorama Sport, duhet të largoja 3 lojtarë që në pjesën e parë Moreiro i ka idetë e qarta, po i jap identitet flamurtarit për sa kohë t'jem unë.
Kategoria e parë, renditja, Laçi ndjek në distancë kryesuesit, po Gradeci rishfaqet në zonën e play-off, si ndryshon situata pas javës së 8. Renditja e superiores, Partizani i bën der Vllaznis, Teuta bëhet forcë e tretë e kampionatit, shihni tabelën pas javës së 8. Zyrtare, ishte titullar te Vllaznia, futbollisti befason me firmën tek ekipi i ri. Pezullimi i volejbollistes që dyshohet se është mashkull, reagon Federata Shqiptare. Kategoria e dytë, grupi A, Sopoti fiton me goleat, 2 skuadrave ju mjafton nga 1 gol për fitore, ja të gjitha rezultatet. Video, çfarë është ky rast dhe pse flamurtari reagon për golin e dyshim të Teutës, kërkojmë sqarim publik nga organizatorët. Nga sheri me Lautaro Martinez, te thumbat për Marotën dhe Kivun, Antonio Conte nuk përmbahet pas triumfit ndaj Interit. Video, Beni, shihni më saktë ndeshjet. Kërnaja bën debat në studio me ish-lojtarin e Partizanit dhe Kombëtares, do shkoj larg me këtë mënyrë loje. Ishin këto titujt kryesor nga sporti që vinë në gazetën Panorama Sport në versionin e saj online, e gjeni të përditësuar në çdo kohë dhe duke klikuar në Panorama Sport mund të lexoni të gjitha rezultatet e ndeshjeve apo të shihni edhe renditjen e skuadrave shqiptare dhe të huaja në këtë fundjavë. Mirë, shkëputemi tani për shumë pak publicitet, pas pak rikthehemi me telefonatat.